Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin më të ri të Drive Me Crazy, një prapë me mua Fionën, edhe sot në një tjetër edicion të emisionit tonë për orës 16 deri në orën 18. Një orë jemi bashkë edhe me KTV-n, për 2 orë plota jemi me Glam Radion me frekuencën 88.6 edhe 102 FM, e pak me të nxehtin me temperaturat e larta të Çipros. Po fillojmë edicionin e sotëm me kolegun tim këtu, Çeparo, fal. Jo Çeparo dikun tjetër, e Çipro dikun tjetër. Ku ke qenë ti më saktësisht? Në Krejt. Jo bash krejt se kon. Krejt. O një më konë Çeparo, ti e konë Çipro. Në Çeparo, nga Çeparo fillua. Si pas mundësive. Përshëndetje për gjithë juve që në këto momente jeni duke u shoqëruar dhe jeni në përvetura, por sheni pjesë të ngarkuara në komunikacion, nga ky moment ju presim. Po, qendje, kur s'ke qendi këtu? E kum përcjell, edhe prej atje kur ma ke përmend komunikacionin, po ju mi edhe i kum pa që u shka ndodh, po përndryshe, po shpresojmë që sot ka me qenë pak ma mirë, përndryshe nëse është e kundërta ju mundi me na dërgu foto, me na tregu për secilën pjesë komunikacion ku do që ka komunikacion e kolon, thjesht na dërgoni një foto, edhe ne informojmë gjithë pjesëtarët e tjerë në komunikacion. Gjithashtu ju presim edhe me telefonatat për ditën e sotme, po presim me u përgjigj për një pyetje që e kemi, e pas pak kena me pas edhe një linje direkte nga komuna e Prishtinës, kena me fol për atë organizimin, atin që e lëm për me fol verë ndimën, edhe ka me pas shumë deri 45 minuta s'po na dalin. Çka do t'ju gëzonte sot? Do më thonë sot, çka ju kish gëzu? A ishe gëzu mu bo Spider-Man? Do të bëhem Spider-Man për ty panqit në çdo vend. Shumë e fortish, super het. Ndëgjojna këngën e Spider-Manit Mentor Haziri, Shiu, një këngë shumë e mirë që e ka sjell, edhe pas saj këngë rikthehemi, ju presim me telefonatat e juaja edhe me informatat rreth komunikacionit. Ky është Mentor Haziri dhe kënga e tij Shiu. Ma ke vra me katët tua kur ti s'ki me la u mundova t'jemi mirë se të kam dasht sa her që m'ke lëndu mas jam shër Dimni më konë dimën, e vera më konë vera. Ashtu pra, të ashtu thojmë edhe na. Nësia ma madhe. Sali, qka t'kish gëzu sot ty? Pash në qëto momente. Unë kish gëzu mos më mëzare batë shpite me ipko, rryma, këto 100 të lashë më bëjnë gjatë. Pse bre Sali? Që sa vite? Në Kosovë po plasë. Po mirë dhe në Kosovë, pse qka pëndodhë kur po vjen Kosovë? Po pse nuk pe dije qfar kush shkaun ka bën me muë. Ta shpit teme, me të vërtet, dhe është për me bo si jajgar me kif, me të vërtet. Kur unë vjen ipko të i manal në rrymën. Kur të vinë rrymën të një ipko manal, nuk e di qka E po tash, kur si jeton në Kosovë është pak probleme i menagju edhe... Dush me amor dorën se i për gjatë tjetër shko. Edhe mi pas në kontrol krejt këto marveshjet me kompanit. Po, Sali? Kja zoja tha problemi me menagju s'është problem. Po thuj tash unë nuk e di tash kuna mjalon problemin. Kuna mjalon unë tash mësosh me menagju i bjen që s'ka rrym, ti pajtosh që s'ka rrym, edhe menagjon situatën, do më thonë nuk çuditash. Jo, më konë unë e poshtë nuk çudita. Po pse tash ti her kështu pse poshtë a i bjen Kosova poshta? Po du me thonë nëse jam Kosovë, unë e të në kohën shkoj, nëse jam Kosovë, unë të në kohën 2 javë sa rrije, unë mirë në me qëtë qështje. Ja rrima, ja ipko, ja këto, po unë që jam tash në perendim, që jam për shemë në Gjermani. E qka me dol me ti paguna, qysh mja bo? Po besoj që edhe nëse kështë qenë Kosovë dhe rrim për 2 javë në Gjermani, do ashtë procedurat e njëjta me i pas në përdor. Unë e paguj për 1 vjet, nuk e kam problem për me pagesën. është problemi pse po ta nalin. Tu o problemi se për pagesën. Pse s'po thu ti, po mdhimni juve që javë nalin, e jeni atje gjithmonë, se unë që vini mujt 2 mujt, bën edhe pa to krejt.
Po mirë ki. Mirë kam pra. Por që ashtu thash, adin sa me unë isha me ta zbut, po thash mos me godit. Po domethënë, na jetojna çit problem e jetojna çdo ditë. Jo krejt, po shumica e neve, domethënë shkon në shtëpi, hin me botush, eç atë shamponin jet me shampon. Apo kupton se vish nalet uje. Edhe s'ka befasosh. Po ta shembull unë që të pagesën që e bëj ta shembull. Ja pa shojnë. Jo, veç ose me pas për shembull 1 muaj ose 2 javë, 3 javë. A kam drejt dëm problem me kërkuar çdo 2 javë? Normal. Sigur. Unë një mail i kom çuar aty i kom thonë që 1 javë shembull kam. Shka ku e bo kontratën. Edhe gje patëm njëjtin muhabet. Edhe gje patëm njëjtin muhabet me Nisën për ujësjellsin që i ka ardhur faktura shumë e madhe për 2 muaj që ajo s'ka qenë këtu hiç. Tasha ke bo ankesë, jo s'kom bo. Pse s'ke bo, se qashtu. Nëse kështë qenë në Gjermani, a i kështë bo ankesën, po i kësha bo. Unë edhe një pyetje po ta bëj se ti më inteligjent. Jo më çfarë inteligjenti, veç jam i vujtur shumë atë, i kum përjetu. Jo, po ekipën thot e kom quaj ekipa po thot modemi ka probleme. Modemin çdo vit i kom ndruar, po të kallzoj drejt. Po dush me ndruar se ka bo update, e vërtet është. Merë menën torë nuk kabe rofe. Nese se i radol për temës. Nuk punojnë anë për sali, pële më shumë. Tim, vish kam drejt me kërku dëmë shproblema, po? Po gjithë më se e kini kontrata aty kur të nënshruni kontratën, lexon e fjallë për fjallë që ka shumë. Mos e merrni vish me qit ato, sa e ta bën merre kontratën, lexoje tani nënshkruaje. Okej, në rregull, ata du me kërku. Sikur te jo atje që është, domethënë, për diçka nëse ka. Një ditë me ta huta. Këtu edhe përgjigjen pozitive. Këtu edhe përgjigjen për pozitiv. Po ç'ashtu? Me të kalzu drejtë. Faleminderit shumë që na ke thënë përshëndesim. Ciao, faleminderit. Përndryshe për juve që dëni mi pas derivatet më të mira, më cilësore, që bëni më shumë kilometra, kujdesni për motorin e veturës tuaj. Ju doni me shku tek Petrol Company me rimbush makinën me derivatet më cilësore, të njëjtën kohë mundni me u bë edhe pjesë e lojës shpërblyese, sepse Petrol Company po e dhuron hiç më pak se një veturë. Kështu që 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona e kështu me radhë tek Petrol Company. Sa i përket komunikacionit në 04997898 po vazhdojmë, po presim telefonatat e juaja, po presim edhe informatat me na tregu për pjesë më të ngarkuara se ku i kemi. Po u zdi fion që shkina me arrit me marë, do më thonë, bardhin linje telefonike, për arsye se, po e den, më thonë, ka telefonata shumë, edhe kom shumë pa mundun për me arrit me marë në linje telefonike, po kena mu mundu me bot pa mundurën për me thirë bardhin. Bardh, provo dhe ty me da thirë, në shtamujna me da thirë. Jo mi bindun që e ka shumë ashtirë nëse e bën ato, po në ashta kena me hasë mirë kuptim telefonatave që i kena me na kursy vish një 3 minuta, jo, s'na kursen. Edhe me mujt na me lidh bardhin për çka po dojna me fol për çka për verëndimën, Për festivalin e fundvitit, për festivalin e famshëm të vitit kalum, që ka qenë një sukses jashtëzakonshëm për Kosovën, edhe na ka vendosur në pothuajse të gjitha mediat botërore ku fol për tregun e fundvitit, verëndimën. Kështu që po dojna me ditë këtë vit a kanë fillu përgatitjet, ku janë me përgatitjet, çka ka me pas risi, po du me i ditë edhe statistikat e vitit kalum, se i pash do statusa, do të dhënat që janë publiku dhe sa janë sakta që shpritet me qenë këtë vit, e të tjerë. Bardh pyetjet ti tregova, kështu që veç kemi anis mu përgjigj kur do që e merr lidhjen. Kur do që mujna me marr na linjen, ju lutem nëse ka mundësi veç 2 minuta kur sena ne, për me mujt me arrit me telefonu bardhin, se është e pamundur prej telefonatave të shumta që po vijnë. Përndryshe mos harroni me shfrytëzuar edhe Black Friday. Jo Black Friday, po Black Friday deri në 70% tek Enza Home, shumë mobilje. 70%, Black Friday me 15%. Ku jeni nis? Evo back, dishqysh Black Friday, evo back, të është ajo. Edhe mundri me e pa dhe për mes rrjeteve sociale nëse kërkoni Enza Home Kosovë, po ma mirë është me shku atje në showroom edhe me e pa dhe atë dysheku një atash që është për vetëm 249 euro, se tavolina ngrënës, dopjo, po, për 2 veta. Edhe tavolina ngrënës që është për 169 euro. E kena në linje të drejt për drejt më në fund bardhin. Hajde më në fund. Më thonë vish se dia s'ju sharita për me marë. Përshëndetje. O bardhi. Përshëndetje Bardh. Si je? Mirë, faleminderit, çu jeni ju? Mirë, faleminderit, edhe na jena shumë mirë, më thonë, sipas na një zonin bardhit përmes Viberit, se gjithë kështu në telefon tu e thirr. Unë veç live në telefon kur se. Pas ke zonin radiofonik o bardh. Shpresoj që ju pëlqen. Po radiofonik zonin. Si është bardhi? Fillimisht. Po i Black Friday, si është bardhi personalisht? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Shumë mirë, presim ditë e fund vitit. Edhe pse me shumë probleme, me shumë Te lashe, po pozitivitet gjithmonë.
Bardh pa dasht me politizu intervistën ose situatën ose na folëm paraprakisht se çka kemi bisedu për vendimën, po to e po as situatën në përgjithësi me vendin ton, me këto pengesat e buxhetit e të tjerë, apo e keni problem me organizu tash edicionin e këtij viti? Po faktikisht këto probleme kanë qenë shprehuna në mos më të vogël të kaluamën, edhe unë s'po du me politizu, po du me folë për sene pozitive. Probleme kemi, normal që kjo afekton këtë sistemin publik, të na jemi ndërmarrje publike, gjithsesi gjithë i kanë hallet e veta, na kemi vendosur që modelin tash është viti i dytë që këtë model me futë edhe operatorin privat, dhe për atë arsye edhe i te i kalojmë më lehtë këto problematika që i përket organizimit të fund vitit, sepse tek e fundit qytetarët boll po mirën me probleme, na po dojmë me u afru bile ato momentet e fund vitit me i kalu të gëzueshëm me familje, me kështu që tregona kur ka me fillu, kur është data që fillon ndihmën në Prishtinë? Po, ndihmën në Prishtinë, këtë vit e kemi ngre pak datën edhe po dojmë me përfshi edhe 28 nëntorin, e cila është festë e gjithë shqiptarisë, edhe po fillojmë zyrtarisht me 28-in. Me 28 nëntor, që po i bika, po i 25 sot veç ka ofru. Këtë fundjavë po i vjen. Këtë fundjavë, po premtën, si po që gjosë, fillon, kemi edhe një koncert, kemi aktivitete, shtëpizat veçan të u bo gati, përzgjedhja është bo. A ka me pas rrymë, a ka me pas ujë? Termokosin e keni shti? Jo, s'ka nevoj se e nxejnë atmosferën vetë për termokosin largone. Ja, diçka dohet. Jo, aty edhe e ftofti, ajo ngrica e ka të lezetin e vetë, kështu që dalim aty bashkë njoni me tjetërin, pak vallëzim, pak ndoj pija aty këtu, kështu që nxehet atmosfera, muzikë. Cilat janë pritjet e këtij edicionit ndihmën? Vitin e kaluar ka qenë jashtëzakonshëm, edhe Fiona më herët e përmendi që është përmend gjithandej edhe ndërkombëtarisht që një prej organizimeve më të mira, edhe cilat janë pritjet si vjet. A ka pas mjaftueshëm marketing, me thonë, që me ardhë edhe njerëz prej vendeve tjera dhe me shiu këtë marketin e dimrit? Faktikisht viti i kaluar ka qenë viti i parë që është ndru si koncept, është rrit, është zgjeru, janë përmirësu kushtet, kemi fut shumë këngëtar në listë, line-up, kështu që për që ta edhe ka bo një lloj buje, edhe na jemi krenar që kemi bo si Prishtinë, edhe si vjet do t'jetë njëjtë, fatkesisht këtë vjet penalizohemi pak me atë pjesën e sheshit të ri, të cilin e kemi prit shumë, sepse vitin e kaluar kemi thyr rekord për një natë, kemi pas mbi 24.000 vizitor aty, edhe për atë arsye edhe është qujt një varforme, ka marrë epitetin e Christmas market më të madhit në Evropë, që faktikisht dikon 1.4 milion kanë qenë statistikat nëse s'gaboj, që tregu i ka mbledh gjatë gjithë periudhës së dimrit. 1.4 milion. Që ajo është pozitiviteti i krejt edhe impakti i organizimeve të mira. Kryqëzimi funksionon i tillë nëse ka organizime të mira. Edhe kur kemi biseduar, kemi bën një farë lloj hulumtimi, analize, na ka dalë që Airbnb-at janë shu gati thujase të gjitha. Taksit kanë punu të gjitha, furnizues kanë punu të gjithë. Kështu që është bën një farë cikli ekonomik, edhe që ajo është pozitiviteti. Mbi 5 milion euro qarkullim ka pas, domethënë. Mbi 5 milion euro qarkullim turnover mbrana në qatë ekonominë e vogël që... A janë pritshmëri të njëjta edhe këtë vit, ma pak, ma shumë? Jo, këtë vit, unë muj me thonë që nështë vizitor do të ketë parapërsisht mirë, po akomodimi është pak ma problematik për shkak të penalizimit që dhash pjesës George Bushi që në ka me të pezum, edhe si vjetë është dasht me intervenu pak me zvoglu atë kapacitetin e tregut, ma pak biznesi, ma pak hapësim publike, mirë, po shpresoj që ka me qenë se pati që është kriju një varë. A din që thojnë sa ma ngusht qash ma gjëng, kështu që ne po menoj që ka me qenë ma ngusht, po ka me pas ma shumë atmosferë, edhe po besoj që ka me qenë jashtëzakonisht mirë, edhe pse është kjo pjesa që nuk po organizohet, ka qenë ndoshta pjesa ma e mirë, por po shpresojmë që edhe pjesa që do të organizohet, e që ka pjesë, po mendoj vend mjaftueshëm, ka me qenë shumë mirë edhe ka me dalë që kjo fjala e më sa ma ngusht qash ma gjën. Por darë në najkon?
Në vërtet, që thash për slogani i këtij viti. Të bëjmë një postim marketingut, sa më ngusht, çash më gjën. Kështu që po më ngusht e kena vendin apo po. Postonesh atje. Ja, po zemrën e kemi të gjon, kështu që Kum po përgatitje që nga nisë më u bë, tash domethënë George Bushi po eliminohet, prej ku ka me fillu vendosja e shtëpizave? Është pizare Pajazitit e tutje, prej Grandit në fakt po i bjena? Janë vendos Zahir Pajaziti, po një prej pikave është Zahir Pajaziti. Sheshi Grand, mjalon emrin. Sheshi ofër Grandi. Okej. Jo, sheshi Zahir Pajaziti, aty kemi vendosur edhe patinazhin si vitin e kaluar, si këtë vit është me përmasa më të noja, pak që me mujt me akomodu pak më lehtë, njerëz me kalu. Ko muzika do të jetë atmosferash, aty kemi kryesisht playlista, unplug në performancë, ndërsa skenën e kemi vendosur te Skënderbeu, është skena e madhe, është dikun 13 metra. Line-upi është mos themi gati çdo natë do të ketë muzikë live, kryesisht janë bende të gjithë rinim, domethënë që veç bojnë muzikë, kemi mundu me inkuadru, ka edhe bende të vjetra, ka edhe solista, do të ketë edhe surpriza prej këngëtarëve, kështu që muzikë, repertuar ka me pas lloj-llojshmëri, kështu që për kur keni me i publiku në media ose në rrjetet sociale emrat e artistëve dhe gjithçka tjetër? Gjatë kësaj jave publikohen gjysma e artistëve, ndërsa për 28 nëntore kemi bendin ton të mirë, të suksesshëm, Jericho, kështu që Jericho do të përfirmoj natën e parë për 28 nëntore. Në rregull, domethënë sa më ngusht çash më gjën pas ka më bë, po. Shumë faleminderit Bardh për kohën që e ke ndalë për çfarë do informate që ka nevojë me nda me dëgjues të Glam Radios, shikues të Koha Vizionit për këtë fund vit, na kontakton, na jap informata se kena nevojë me informu edhe diasporën, edhe ata që mendojnë me ardhmë me nda me festu këtë fund vit edhe me ardhmë me shiu këtë super atmosferë këtu. Faleminderit Bardh. Unë ju falenderoj shumë të dyve për një mejeni fantastike, për një mejeni gati këti qyteti, kështu që faleminderit shumë që keni thirr, edhe ju pres, edhe aty me qenë mësafer, edhe me bona intervist, çka do që ju keni aty ide. Aty e na gjëllësysh. Kështu ato ta garantoj. Faleminderit. Faleminderit, përshëndetje. Edhe publikisht po duhet edhe me të falenderuar se edhe vitin e kaluam Fion, kur kum pa ndaj far diçka të vogël, diçka i kum shru Bardhit me njëherë. Se e thërrën, okay? Faleminderit shumë Bardh. Po, edhe ka reaguar me njëherë. Domethënë ka qenë një reagim i jashtëzakonshëm që më ka ardhur shumë mirë, nëse kum pa diçka që më ka pengu, i kum shru direkt, edhe me njëherë ka pas reagime, më ka vjeta u rregulluar. Është mirë ashtu, edhe që për çfarë ka arrit për me qenë mirë. Nëse i këta që dojnë me ardhë për me qenë këtë Superfest në këto prej 28-it e tutje në kryeqytet. Po m'pëlqen ideja me lidh me festën e 28 nëntorit. Po shumë mirë. Kështu kryeteti Kosova po feston, kështu që 2-1 plus Jericho. Po. Që janë simboli kryeqytetit, sidomos i festave. Nëse nuk keni vendos me ardhë alo, po mendoni me ardhë, edhe alo se keni nxjerr biletën, Prishtina-ticket.net, operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, ju mundson me ardhë me çmime më ekonomike nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu, Parisi, dhe anasjelltas. Pra mos harroni përmes Prishtina-ticket.net për me marr biletën. Që fiun telefonata së ju marr kështu rishta me folkat shumë. Alo i freskët i ri. Po alo. Alo s'pëdin. Alo përshëndetje. Alo. A më na dëgjon? Ma mirë se. Asu s'pëdi. Edhe këto a thiri dikush më më. Nëse ty të boft miru i rrugove. Edhe njerë po e përsërisim temën, se ndoshta nuk e keni kap që prej fillimit, se patëm edhe intervistën me Bardhin, ku folëm për verë ndimën, e që, si pas informacioneve, me 28-in fillon. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Ganja. Hajde, Gane, si të kemi sot? Shumë mirë. Mirë. Gane, qka të kish gëzu ti sot, ose qka të pas ka gëzu sot, se po mdo këtë qenken disponim? Sot jëm gëzu se jëm ardhë në Kosovë. Hajde, mirë se na ke ardhë. Faleminderit. Jam të familja jeme, edhe e kemi një djali vllaf të koj djali. Që ka gëzu kjo me tona? Po ka gëzu familja, sot familjarisht? Po, edhe kur ma gëzu shumë nuk jëm konë. Me jetë të gjatë, Nipi, falimderit shumë. Falimderit. Që je gjithmonë me neve, Gane, pushimet këndshme ty edhe familjes, falimderit shumë. E pse ma fshive këtu tekstin që e po të atë kohës? Spider-Manin, po e mësum për mensh. Po jo se po tut na mos pe harroj një moment. Disa ta shkruan te unë, do më tregu kreta detarëve që po vinë në Kosovë, që diasporës që po vinë në Kosovë me kalu festat e fundvitit apo edhe 28 nëntorin.
mos harrojnë me e aktivizu pakot e IPKOS nëse doni me pas internet të mirë derisa jeni duke qëndru këtu në Kosovë. Thjesht me një kod aktivizoni secilin pakot që keni nevojë. Dyqanet e IPKOS i keni nëpër krejt Kosovën, hyni, pyetni, merrni informacione ose thjesht përmes aplikacionit apo websajtit. Çdo mundësi e keni me aktivizu pakot e IPKOS. E ju që jeni me parapagim e keni pakot tip e dini për secilin tip mini, tip max edhe tip super varësisht minutave edhe internetit sa keni nevojë. Alo, përshëndetje. Alo, Viber, përshëndetje. Përshëndetje, Cine. Kush ta përshëndet? Teuta. Që Teuta, se tha diçka po thirri shumë, s'po më mi u marrë, ke tu dorzu, po ja që arrite me marrë linjen. Po. Si edhe si kalon? Mirë, me juve se gjithmonë mirë. Unë vjen shumë mirë. Teut, Po. çka do të gëzonte ty sot? Çka të kish gëzu diçka sot? O, atë kallzoj realitetit. Po, drejt trego. Veç ta ujë mos më ranal për më gëzim atë maskë. Bravo, bre Teut, bravo se janë nesëm na me helikoptera, me azikse. Veç ujë thuj mos të mdalet edhe në rregull jena. Edhe rryma, se dhe sot mëngjes ka pas rrym. S'ka pas. Pa rriva tet ja bën disi njeri, a pa ujë het s'ka. Ballandimër nuk ja bën disi Me njeri. ujë është. Ja, po mire ka, pa ujë se ke provuaj fion ti. Kom provu, hiç pa problem. Jetoj në Kosovë edhe unë. A beson Cimi prunon në 12 çtash ka ardha, beson ti? Ai mirë që pas ka ardhur, i mirë se vjen. Se ka vënë. Edhe s'ka shtypje komedit sa, s'ka shtypje komedit sa. Veç le të rrjedh. Faleminderit shumë ai Teut. Sa për do bidona mi bushoj Teut. Kalon shpirt po. S'ka vetë tjetër. Sa me je këta shamponin, po mirë është, mos vaj gore. Me ujë ftoft, që shka si lusë. Hajde më rëgëzuar, Kosovë. Çka do t'ju gëzon të sot? Kjo është tema për ditën e sotme edhe një herë, po e përsëris. Unë e isha gëzu nëse dikush prej telefonuzve, se shpesh e dine, kom tregu edhe këtu live që kemi shumë dëgjues që na shkruajnë privatisht, na urojnë një javë të mbar, një ditë bukur, edhe dikush më tha një ditë nuk e di kush kem. Tash shumë po i reklamon tha çto Toyotat. Tash po i reklamoj, është Nazmium do këto kon. Tash normal që i reklamoj sanet e mira, kështu që po do më thonë që isha gëzuar shumë nëse dikush na kish thirrcem, na ka dëgju, edhe ka shkuar Toyot, edhe ka bënë test drive, edhe ka vendosur më u bë me një Toyot ose RAV4-shin, që do të gëzohesha shumë ose Yaris Crossin, ose Corollën, ose krejt modelet që ka i keni atje, si e gjarin, me 10 vite garancion. Kjo ju gëzon se cilit për juve, kështu që shkoni në Toyota, provojeni veturën, nuk po flasim kot, këto ta keni me siguri 100%, shkoni provoni veturën e ëndrave tuaja edhe me 10 vite garancion, plus keni mundësi pagese me shumicën e bankave në Kosovë që Autotrade ka marrëveshje. Çdo rrugë është e hapur veç me shkune se kolon është ta keni pak, po si do të tjetë. Nga Toyota atje, në Çagllavic, prej atje fillon kolona saksisht, edhe vazhdon tutje deri tek rrethi i Çagllavicës që mund dal tash aty pak, edhe javçesin një kafe, po edhe një kafe javçesin. Pastaj çosja apo tek rrethi i Çagllavicës është me kolon edhe nga Veterniku lart, kolon ka nga zona industriale Fush Kosovë deri tek rrethi i Fush Kosovës, me kolonë keni pjesën poshtë Veternikut deri tek rrethi Duplex, ndërsa nga fshati Shkapaj deri poshtë Veternikut me kolon. Kolon ka edhe hyrja në Prishtinë po mbetet me kolon deri tek udhkryqi i katedrales dhe rruga Agim Ramadani nga udhkryqi i Menzës te komuna dhe Ana Sjellta. Stojnë informatat e radhës. Nuk i shkon keq me pas si shtëpiza në për rrethat e Prishtinës. Ko gjapun këshim pas. Ishin al njerëz të prit kolonin, një espresso, një kafe. Po, një çokoladë. 2 minuta. Po si shpo. Mire kiti. Një vend nxehtë, çka do? Take away, po. Bardh një ide kështu, veç vadin. Shënoj edhe çto se diçka kena kështu. Me shti lapsin, s'ku me di sa rrothi ka Prishtina, kështu që ka 2-3 shtëpiza që aty. Ani këto që të mëdhaja. Ka vetë rriku. Alo, përshëndetje. Çfarë të marrëm një naty. Mbrana fonton. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe ju. Kush na përshëndet? Ramadan. Hajde Ramadan. Qysh po shkon puna sot? Mirë. Mirë? Hajde çka të kesh gëzuar ti sot Ramadan? Ramadan nuk po dëgjojmë hiç. Na sta jo në gzim maksimal. Ka probleme interneti. Nështë mundet prapë marrë lidhjen Ramadani. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Pjuna. Përshëndetje, kush na përshëndet? Kimetja nga Austria. Çish je, Kimeta je mirë? Mirë jam, faleminderit, mirë. Më vjen mirë, edhe na jemi shumë mirë. Çka të kesh gëzuar sot Kimete? Sot veç më kanë prej mëngjesit jam e gëzuar. Hajde çka ka ndodhur?
Hajde se po dojnë lajme të mira sot. Mbashteme qillume për ditëlindjen time po përshtatet. Po, hajde urime. Urime ku morr shumë, përçafime, dhurata, tonat. Cila ka dhurata më e mirë? Në 700.000 nuk prekën. Te fëmijëve të mi dhe për i burrit. Ka boni burrit, e burrin alo çdo. Burri po dhe ai dhurata është e fëmijëve më shumë e ka gëzu. Burri veç e ka qiti fjongën kry dhe tha, kjo është dhurata jote. Po lula, po një urdhore, po lula, po tana të mira këtu. Bravo prekimete. Se me fjonga me. I gëzofsh edhe shumë dimra të tjerë kimete. Faleminderit shumë. Hajde të gjitha të mirat, faleminderit. Ditëlindjen time sikur më ju pas fond çik në çitim. Ka shumë ditëlindje sot, kështu që ju urojmë krejt ata që më na dëgjojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju përshëndes, kaloni mirë. Hajde të gjitha të mirat. Urdhna Arsim? Ata ka knu kongën? Po, çishja, happy birthday. Ja, është një tjetër tash, është për ty bona Spider-Man. Le të ngon si kongë, çfarë ta knon? Ma vonë, halo herët. Apo okay. Hajde të kalojmë shpirt kimë se mos po festojmë ne san. Kujdes ha. Ma vonë tani. Midea kondicionerët për juve që e keni atmosferën e nxehtë, ku doni edhe doni me fladit ose nëse e keni ftoftë, nëse doni me nxehtë. Që keni rrym. Po, që keni rrym. Po përndryshe ju kursan energji elektrike që është shumë e rëndësishme edhe ato 30% më shumë. Përveç se është me A+++++, po e ka dhe sistemin, sistemin e inteligjencës artificiale, nuk punon kur nuk ka nevojë. E mat që duhet, edhe kur sa energji elektrike është zakonisht shumë, edhe Kom një dhe që fol. Jënë do më thonë, po thujmë, po kursen energji, po mërdhëjesh mrana. Kom një që fol, sem. Fol, të vetë, jo që shja e mira o lodhe, apo të nërë dhe kom. A mos e kishë më zetë, të nëni pak. Kom, si të më nërë, thasë, si të më zenë, kom, tha tani. O në më shpja bëjt që dhe ka komët. O ka komët. Qafet e naltë. Me super shmim, super zbritje kanë kondicioneret Midea edhe i gjenin daljet Prishtinës atu të rrethi dhe zona industriale për në fushë Kosovë. Hajde telefonata. Viber. Mirë dita dhe ty, si edhe si kalon? Mbërthet mirë mbroma Arsim, se me ju pa ku ma bita. Po s'pe dita prej këtuit po më thirë, më nëshë më më thirë na i ku është ditë, kështu që edhe në dash me ta bu mirë dita. Jo, Arsim prej PS, po të ras. Prej PS, okej, si. A që e një orë ma vonë. Ju bjenë ma vonë dili. Si ke kalu? Po mirë me gjithë të mona thamë sot gjithë ditën si, Arsim, kom pas e për po dora me shetit në përshi pak, po nuk o një që në përshi një për... Po që ata që sështë njëj du të me shiu? Po, jo me shiu e kom shumë të shqyqyrë zotit, peja me kësin të mire, me djemë të mira, e vajta dhe ma të mira, ose njotëm. Hajde të regom, qka do të gëzon të ty sot? Qka të kish bo, të kish gëzu? Sota? Po. Me të regu sincerisht, me të regu sincerisht, Arsim me marrë dhe një penzije. Bravo. Sa ishtë dosh me konë kjo penzia ekstra sot kishim vyt? 150, jo ma shumë. Plus 150, kur gjojsh. 150 i kom marrë me 15 me dhe sot 150. Penzionin e 13, Mjallë shu edhe 150 shepe se s'bohet nami. Ajtë se pak para zgjedhjeve ju lëshot na i sa. Ka 300. Tongë se i na lugave na, vish kur të shuim vetën, do me thonë që hajtë shkojna të nolë bimol shpejt. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në njëjtën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufimin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale.
e me kalu kohë kualitative me fëmijë, e me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend, që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë, e në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su, po mas shumë ti, na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsën, po martohemi, po shkojmë muajin e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Super oferta. Për ndryshe, po super oferta keni tek Albi Mall në dyqane atje, po Black Friday ka fillu, kështu që mundeni me shku me vizitu. Për ndryshe, ju që jeni me vetura në këto momente, mos harroni me vizitu pikën më të afërt të Petrol Kompanisë, me shku me rimbush makinën me derivatet më të cilësore që bëni më shumë kilometra, shpenzoni më pak, kujdesni për motorin, edhe të njëjtën kohë futeni në lojë shpërblyese, sepse Petrol Kompani ju jep mundësinë që çdo të mbushjet makinës me vlerë më shumë se 10 euro e merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe fatlumi ose fatlumja, Fiona ose Arsimi, Genci ose çapo diun e kush, mundet mu bo me një vetur prej Petrol Kompanisë kur të rimboshni edhe të bëni pjesë e lojës shpërblyese, që e vërtet. Kështu që kur shkoni aty me rimbush, lypni kuponin edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese. Sa e përket komunikacionit, para se me marr telefonatën, ju tregoj se ka kolon nga zona industriale deri tek rrethi i Fushë Kosovës, nga AKI-a deri tek udhkryqi i Menzës, nga udhkryqi i Menzës deri tek bulevardi Bill Clinton. Hyrja në Prishtinë nga Vetërniku me kolon deri tek rrethi i ambasadës, pastaj qasja për tek rrethi i Çaklavicës me kolon shumë gjatë disa kilometra. Këtu janë informatat që kanë arrit në 04997898 për juve që jeni vetura, e vazhdoni dhe na mbani të informuar për secilën pjesë komunikacion, që edhe Berati ma ka dërguar një foto për na tregon për pjesën nga udhkyqi i katedrales për me dal tek Lakrishtja që është pjesë e ngarkuar. Fatoni na ka dërgu kontra, po shihet hyrja në Prishtinë me kolon deri tek udhkyqi i katedrales. Ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë. Ja telefonata e radhës. Alo. Alo. Përshëndetje, me kë po flasim? Një dëgjues nga Malisheva. Një dëgjuese nga Malisheva, e kuptova mirë? Po, se pas po ki pak a dëgjues, më fal, se pak ndërprerje. Dëgjues. Hajde tregona çka të kish gëzuar sot ty. Më të shgëzuan se djali ka apliku për 100 euro, nuk i kanë dërgu, nuk i kanë qitë në konto torët. Okej. Dhe ishte me hapsi tim. E për çka po ndohen këto 100 euro, se si jam ngjarje hiç kur çka po bën? Student. Okej, ka apliku edhe nuk i ka pranu. Edhe nuk i kanë pranu halot hodhët, nuk di shanë të ndojë se me hapsi tim atë në televizion, në juj. Nëse nuk është tema kjo sot, po realisht nga përvoja. Po, do të gëzon të fakti. Po, e vërtet. Po, nga përvoja, zakonisht kur ka shpërndarje të tilla të hollave prej qeverisë, bëhen në disa faza, kështu që varësisht kur ka apliku apo ndoshta në ndërkohë kanë me i dal, nuk e di as çka me thonë. Po zakonisht ndodh me faza shpërndarja. Shpërndarja e të hollave, po tash Kurgjas ka më çudi. Edhe mos me dal po s'është çudi. Kurgjas ka çudi këto. Se po thonë që s'kan parë, nuk e di ku po i marrin këto parë. Shërbimi ju. Nëse kujdes me. Faleminderit gjithë të mirat, faleminderit shumë. Besoj që secili institucioni ka numrat e telefonit, email adresat për me kontaktuar dhe me marrë më shumë informacione. Na nuk jemi gjithëlog këtu. Mojna me pas doni informacion që lexojmë edhe na përmes mailave. Çeni informacion saktë. Nuk mojna me ditë gjithçka. Çeni informacion saktë. Hajde ku ka kolon. Ato që ai ke bëu kështu veturës. Po na tregon nga udhkryqi, jo po nga rrethi aty tek zona industriale për me hyrë në Prishtinë kolon e gjatë nga OKI-a, më saktësisht. Edhe kallzon që ai ke bëu kështu. Ju ka bëu vetura e kafta? Jo, çka pas ka bën në xham aty. Jo. Patas, mos u nervozo. Nuk kanë ka pikat, jo s'janë pika këtu. Të pas kanë ka flakt. Çe telefonata tjetër. Alo, mësim, ku je më mësim? Ku je më regani? Se më të përshëndes shumë. Faleminderit edhe në ty, si kalon? Shumë bukur, shumë mirë me ju, apo jeni sa të rregullt jemi bon na dhe ju. Po e vërtet, është e vërtet, edhe ju falenderojmë secilit prej juve që ndani kohën edhe na telefononi, jeni gjithmonë me ne. Hajde tregom çka të kish gëzuar ty sot.
Sot edhe nuk dashta pak më bë kështu bajat për çdo ditë, pak më rrallë, por çka vajza ime sot pasi ka magjistru për herë të parë ka marrë orën në gjimnaz në një shkollë të mesme, pe pres se çfarë suksesi dhe çfarë përgjigje dhe si ka kaluar sot, pe pres me pa durim 6 ora vjen në shtëpi. Hajde po shpresoj me të gëzu, faleminderit shumë që na ke thirrë suksese vajzës. Faleminderit edhe ju shumë dhe ju qof puna marr. Faleminderit Galim. Ton kalofsh mirë dhe Fiona po. Sport, kjo pa përzi. Pa taka. Juve që jeni në këto momente në përvetur, a jeni afër qendrës Prishtinës, aty në zemër të Prishtinës e keni Swiss Diamond Hotel Prishtinën. Ndaluni një kafe të mirë, shkoni te në spa apo mos dilni më herë, kënaquni pak. Unë ju kisha ftu për trajtime të bukurisë. Ti për punë ju kisha ftu për trajtime të shpirtit. Po të shpirt. Veç pushtrime najt bre aty. Edhe po në saun, mi nxe konta, dhe në saun kur po I tha çaj stofta kom që s'bon nxe. Edhe kështu që mos harroni. Kreti kemi nga një shok të tillë. Besa edhe vetë her pas here jemi të tillë. Kështu që 038220000 për juve që tani nxe kom këtë dimë. Telefonata fillimisht tani Viber. Mirëmbrëma, me kë po flasim? Ja po vjen zas. Ju përshëndesëm, Ali Dojçën nga fshati Pean, komuna Prizrenit. Si jeni, a jeni mirë? Mirë, shqyrë zotit. Më vjen mirë. Çka të kish gëzu sot? Bër motor më ta ka dhur realitetin beton zot, më tepër që zoti ishin bokta politikanët ton bosh Kosovës, na kishin zjarr për kësaj krize, kemi këtë krizë. S'pas ke mu gëzu. Pse pi vendos vetës kaq siklet edhe me dëshirë diçka që është e pamundur. Të kesh për neve një grus jemi e vetën kërcis problemet në pinzerën. Unë kishim gëzu shumë ishë në gëzu se më bo me nëzarë për krizë, çfarë krize jemi Kosova sot. Pajtomi me ty plotësisht, është një fatkeqësi që seriozisht nuk kemi një zëri, nuk kemi një gojë edhe përballë armiqve më të mëdhej, edhe po bëmi armiq të vetvetes. Unë kisha pas shef me të ndëgju ata që duhet krejt bashk. Me të ndëgju me ditë që ky popull para ti janë bash më bova me nxjerr këtë problem. Një grus shqiptar më shumë me nxjerr këtë problem. Shkollim me push ka mujt me na përzon politikët tona përzonën trit. Dy matamtar janë vetëm kanë shuja zish me plakën. S'ka ke probleme politike si këta së mujt me na nxjerr neve këtë situatë. Po ikin trit. Urojmë që pasardhësit tan, rinia, edhe ata që po vinë brezat e rinj, të kenë mundësi me shiju pak këtë shtet ndërtim që po aspirojmë këtë se është normale një vendi pas luftës me pas tranzicion, me pas probleme, me pas korrupsion derisa të qetësohen ujrat. Ja, s'është normale. Por jo deri në këtë mas. Jo deri në këtë mas. Unë lut në Zotit një bimë re me na lind e me nxjerr Kosovën për kësaj krizës. Të përshëndes shumë, faleminderit që na telefonove. Faleminderit, ju jeni të mrekullueshëm, kaloftë mirë natën e mirë. Faleminderit shumë. Nuk e dia kena kohë edhe për një telefonat. Kena se kum pranu telefonatën. Kisha pas shef, domethënë po shpresoj që dikush prej tyne e kanë dëgju edhe merr këtë far mesazhe se na nuk po lyp, po më shumë se sa më lule nuk çel pran verat. Vish më po bashkë për kena shef me kry punë, me dal në punë, me kry punën. Jo, në fakt ky I thasha e s'pja bëj këto se kombinati me ato. A din se jena lodh, poll na kanë dojë, na kanë njeke, të na të këqija. Nëse, për juve që doni me ndjek fatin e jetës, merrni unazën e Rubinit, edhe po, era ato një këfar punë të ndrojnë temën, të bojna domethënë kos. Shkojni unazën te Rubinin qendër Prishtinës në Albi Mallës në Ferizaj. Kjo është telefonata e fundit për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Unë jam Anila nga Gjermania. Si Anila? Mirë, faleminderit. Çfarë mirë. Si kalon? Mirë shumë. Nga cili qytet I Gjermanisë? Afër Frankfurt jam. Është afër Frankfurtit, se Frankfurti I madh me rrethin është. Dikon çati afër. Dikon çati. Jam e Kamenicës. E Kamenicës apo? Okej, sa mirë. Hajde tregona Anil, çka të kish gëzu ty sot aty afër Frankfurtit? Unë dajm ton vitin këtu e priti marr Kosovë, edhe më kish gëzu shumë me shefin ato për shef për timet. Me ardhën Kosovë. Po. Apo ma thirr çat shefin tën telefon çtu të mirë na vesh unë me to. I dinja 2-3 fjalë gjermanisht, po shkurt ja thom atina. Po, okay, çashtu mas mirë ti. Tu I ka thon Arsimi me Fionën, ngom thuj çapo thot. Po ne ti kërkesën kështu zyrtarisht. Me thirr direkt në emision me si referencë lan aty numrat tonë. Po, se tani e din ti. Au Fiderzi, faleminderit shumë. Po, a da po me përshëndeti kanë?
Shëndesim, po hajtë se era e parë edhe e fundit. Hajtë me belshëm. Sa përshëndet gjyshën tem si e du shumë edhe është jeton Prishtinë. E që si përshëndetje bën gjithë tani e fshat mirën. Ton kalofsh mirë. Ton faleminderit, faleminderit. Natën e mirë se e di që gjysha si bëhet zemra mal. Faleminderit shumë të gjithëve që gjithmonë edhe neve na e bëni zemrën mal me komentet e mira, me pozitivitetin edhe me sinqeritetin që e tregoni gjithmonë karshi neve, karshi dëgjuesve edhe shikuesve të këtij emisioni. Tash doni me qëndru me neve, jena edhe për një orë bashk me pjesën e dytë të Drive Me Crazy, na dëgjoni përmes frekuencave 86 ose 102 FM, por e keni edhe aplikacionin ose portalin ton glamradio.fm. Tung tung. Deri nesër ju mos harroni me vota që dëni me bosh gjithmonë me jap shumë dashni, paqit, plot shëndet.